Nevoja për të lexuar është para së gjithash nevojë për të ndenjur me vetveten. E këtë nevojë Liridon Abazi duket se ka ushqyer mirë që në fëmijëri. Liridoni ka mbaruar studimet bacelor për shkenca politike dhe masterin për studime rajonale politike. Dhe këtë herë për rubrikën Bukohollik ndau titujt e librave që konsideron ndikues në jetën e tij. Me thënë drejtën, pikëparë doja të nisi aty ku më ka nisur dhe dëshira për të lexuar, ka qenë 9 vjeçare. Zysha e gjuhës së letërsisë na ndau ca libra jashtëkollor për të lexuar dhe unë zgjodha Robinson Crusoe, dhe që nga një moment kur lexova Robinson Crusoe, më lindi dëshira për të lexuar libra jashtëkollor, dhe kjo dëshirë vazhdon akoma në rritje në vazhdim. Dhe pastaj, përsa i përket librave që me vërtet kanë ndikuar, ka qenë libra që kam lexuar gjatë kohës së gjimnazit. Do veçoja novelat e Zvajgut, Zvajgu është i papar, Rrugica në dritën e hënës, novela e Shau, ndoshta edhe për faktin që mua më pëlqen shumë Shau si lojë. Libri që nuk meriton të lexohet 2 herë nuk meriton të lexohet asnjëherë. E nëse flasim për grupin e librave që meritojnë të lexohen më shumë se një herë, Liridoni e ka një të tillë. Libër tjetër që më ka ndikuar shumë ka qenë jo leximi i parë, leximi i Metamorfozës së Kafkës, ndoshta edhe për faktin që në atë kohë unë sapo kisha vazhduar punën, isha te periudha 17 vjeç dhe kisha hyrë në tregun e punës dhe leximi i Kafkës ishte me vërtet një proces katarsi ndoshta, kuptoja më shumë situatën time se që po kaloja, se nuk ishte e lehtë edhe për mua që të hyja direkt në tregun e punës. Pastaj librat e tjerë që më kanë ndikuar ka qenë libra kryesisht me karakter letrar, por me përmbajtje politike, filozofike. Do veçoja 1984 të George Orwellit, Ferma e Kafshëve, Milan Kunderën, Shakaja. Të dyja pothuajse kanë të njëjtin subjekt sepse flasin për një shoqëri totalitare, por që e kapin nga aspekte të ndryshme. Faza e fakultetit është tejet e rëndësishme, ndër të tjera edhe sepse të orienton drejt asaj që do të jesh. Në periudha të ndryshme librat ndikues ndryshojnë, po njëri që ka lënë gjurmë të Liridoni i përket pikërisht periudhës së fakultetit. Do veçoja Etikën e Spinozës, e kam lexuar gjatë fakultetit, dhe ndoshta është libri që më ka sheshuar shumë nga pasiguritë e mia që kisha dhe për idetë e mia që kisha në kokë, sepse trajton shumë tema për sa i përket lirisë mendimit, Zotit, fesë, shoqërisë, politikës e tjera me radhë. Dhe në fakt e kam shumë për zemër këtë libër, përkthyesi ka bërë një punë shumë të mirë, ish profesori im i filozofisë, Dritan Karadaku. Këtë libër do ja sugjeroj gjithkujt, pavarësisht se është një libër që i përket filozofisë së mirëfillt vetvete, është një libër për çdo që ka dëshirë, ka kuriozitetin, ka pasionin për të kuptuar realitetin, për të kuptuar idetë e tij, pse i ka ato ide, për të kuptuar shoqërinë, për të kuptuar politikën, për të kuptuar ndoshta edhe konceptet e tjera që çdo kush në përditshmëri i ka, por nuk i ka thelluar akoma më shumë për sa i përket fesë, Zotit, realitetin vetvete e tjera me radhë. Librat me karakter filozofik apo politik duke sigur ka një paragjykim, duke qenë se konsiderohen si abstrakt dhe me diskutime e analiza të betejave tona të brendshme apo shoqërisë. Por në fakt ata janë praktik të aplikueshëm dhe u kanë dhënë formë shoqërive po aq edhe kulturave njerëzore. Ndoshta sot më shumë se kurrë janë të nevojshme libra të tillë të filozofisë politike, sepse jetojmë në një periudhë apatie mendimi në shoqëri dhe këto libra do na shtynin shumë të mendonim, më shumë mbi realitetin, mbi gjendjen tonë socio-ekonomike, politike, filozofike dhe do na ndihmonin edhe për të na udhëzuar ne se si ne mund të ndikojmë, mund të ndryshojmë veten dhe pastaj të ndryshojmë dhe të bëjmë veprime të duhura për të rregulluar edhe shoqërinë tonë ku jetojmë sot.